Unë jam Edmond Mulaj, jam drejtori ekzekutiv i kompanisë ARB Security. Jam i diplomuar në Akademitë Ushtarake dhe Policore të Shqipërisë. Jam i trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Itali, Turqi, Egjipt. Për më shumë se 17 vite kam qenë oficer policie dhe oficer i shërbimit sekret. Për më shumë se 13 vite kam mbajtur gradën drejtues i parë dhe kam qenë drejtor rajonal në Korçë, Elbasan, Tiranë, Shkodër. Prej 5 vitesh jam larguar nga shërbimi aktiv me kërkesën time, pas një lloj problemi me ligjin. Prej një viti e gjysmë jam drejtori ekzekutiv i kompanisë ARB Security. ARB Security ka zhvilluar një studim të detajuar të bazuar në planin operacional dhe jo në aspektin teorik. ARB Security ka një eksperiencë në ruajtjen e objekteve të infrastrukturës energjetike. ARB Security ka një bashkëpunim shumë të mirë me komunitetet përreth dhe ky studim ka lindur dhe si nevojë i bashkëpunimit me këto komunitete. Te këto komunitete jemi bazuar dhe për rekrutimin e burimeve njerëzore të cilat shërbejnë në objektet e infrastrukturës energjetike. Çdo kapitull i këtij studimi ka dalë nga praktika dhe nuk është bërë mbi bazë teorike. Burimet njerëzore të rekrutuara nga ARB Security i nënshtrohen trajnimeve të posaçme, pas këtyre shërbejnë në objektet e infrastrukturës energjetike. Ne e shohim CBS si një standard të ri operacional për ARB Security dhe mendojmë ta implementojmë dhe në objektet e tjera në ruajtje. Qëllimi ynë është i qartë, siguri efektive e pranuar nga komunitetet dhe siguri dhe besim i ndërsjell afatgjat. Sot është një ditë e shënuar për ARB Security, sepse AICOCA ka vlerësuar këtë model me çmim dhe ne do të implementojmë në procedurat tona standarde operacionale të model në të gjitha objektet e tjera në ruajtje. Standardi që ofron AICOCA konvenon me kërkesat dhe standardet që operojnë kompanitë Statkraft dhe Voltalia. Standardi na ka ndihmuar të fitojmë tendrat e shërbimeve të sigurisë së Statkraft dhe Voltalia. Synimi i ARB Security është që standardin e AICOCA-s ti implementoj në objektet e tjera në ruajtje dhe të mos ngelen vetëm tek objektet e infrastrukturës energjetike.